Me shpresën se shëndeti i tij do përmirësojë, Artan Lame planifikoi një ndërhyrje kirurgjikale në zemër jashtë Shqipërisë. Shteti ku zgjodhi të shkojë ishte Gjermania dhe kjo jo rastësisht. Dihet se mjekësia në Gjermani është mjaft e avancuar dhe shërbimi tejet korrekt dhe profesional. Mjekët e kishin parathënë që në fillim se kjo ndërhyrje ishte e vështirë dhe parashikimi i tyre duket se doli i vërtet. Artan Lame, në moshën 58 vjeçare, u nda nga jeta në një spital të Gjermanisë. Ky lajm shokoi bashkëshorten e tij Mirelën dhe djalin e tyre, miq e të afërm, të cilët i shprehën ngushëllime familjes. Edhe pse në qarqet mediatike flitet pak për bashkëshorten e Artan Lames, ajo është një emër mjaft i njohur për politikën shqiptare për shkak të pozicionit të punës që ka. Bashkëshortja e Artan Lames është shefe e sektorit të dosjeve të ish spionëve. Ndarja e parakoshme nga jeta e Lames ka tronditur thellë bashkëshorten e tij, e cila kishte menduar se do të ktheheshin të dy në Tiranë pas ndërhyrjes, por lajmi i mjekëve e ka shokuar. Lame ka patur probleme të rënda shëndetësore edhe para 5 vitesh. Në atë kohë, Mirela, bashkëshortja e tij, shkroi: "Përfundimisht, njeriu duhet të kapet dhe ta provojë edhe fijen e fundit të shpresës, sepse ku ka shpresë, ka jetë. Faleminderit mjekëve që ma rikthyen tani në jetë." Më pas, ju drejtua bashkëshortit me këto fjalë: "Tani imi shtrenjtë, kam 21 vite me ty, mos kujto se do të lija që të më ike kaq shpejt. Të duhen edhe 10 të tjerë vite që ti të shqitesh nga unë. Mos haro asnjëherë se unë të kam shumë gjanë." Por kësaj here, Mirela është dorëzuar përpara fatit. Artan Lame nuk mundi ta fitoj betejën me shëndetin. Vjosa TV i shpreh ngushëllimet familjes për ndarjen nga jeta të njeriu të tyre të dashur.